FB TV. Përshëndetje. Nuk është lehtë që të jesh pa burr 6 vite. Jeta nuk është gjithmonë ashtu siç e shohin të tjerët. Jam një grua 41 vjeçe e jetoj në një shtëpi të bukur. Kam një makinë luksoze dhe nga ana financiare nuk më mungon asgjë. Burri im është në Gjermani prej 6 vitesh. Mi dërgon lekët rregullisht, e s'me mungon asgjë, por shtëpia ka qenë bosh si një kafaz i artë. Njerëzit mendojnë se kam gjithçka, por vetmin nuk e shëron dot as pasuria. Kam një lavazh afër shtëpisë. Shkoja shpesh të laja makinën. Jo vetëm se ishte e ndotur, por sepse aty kishte gjallëri, kishte zhurmë e kishte njerëz. Aty punonte një djalë, Beni, e Beni ishte 24 vjeç. I shkathet gjithmonë me një buzëqeshje që të ngacmonte. Në fillim s'me binte në sy e nuk i vija veshin. I thosha vetëm mirëdita dhe ditën e mirë. Por ai kishte një mënyrë për të parë, sidomos kur unë dilja nga makina për të pritur, që të bënte të ndiheshe e vlerësuar. E një pasdite, kisha pasur një ditë të rëndë. Isha ndjerë e bllokuar nga heshtja e shtëpisë dhe nga pritja gjatë e burrit që nuk kthehej. Makina ishte bërë me baltë. E çova në lavazh dhe Beni po e lante makinën me aq kujdes sikur po pastronte ndonjë gjë shumë të shtrenjtë. Pas ke pasur ditë të lodhshme, me thaj, mos te ka lodhur ndokush, dhe ma shkeli syrin, duke u ofruar pranë dritares ime teksa unë prisja. I thash e kam pasur gjithë javën të lodhshme, por nuk me ka lodhur askush. Nuk ka se kush të me lodhi edhe po të dua, dhe zëri me doli pak me i dridhur se zakonisht. A i ndaloj se shiri dhe me pa me një shikim aq të butë, sa që për herë të parë nuk u ndjeva thjesht si kliente. Nëse ke nevojë të harrosh pak lodhjen, të ftoj për një kafe këtu në lavazh, me thaj duke buzëqeshur. Nuk e di çfarë më kapi atë ditë, por u ndjeva aq e vetmuar sa i thash, jo këtu, nëse do, eja pak tek shtëpia ime, kam një aparat kafeje profesional. Ai erdhi pas një ore, e kur hyri në shtëpi, u ndje me njëherë një tjetër energji. U ulëm në salon, biseduam për gjithçka, për planet e tij, për qytetin e për jetën. Ai nuk fliste për moshën 24 vjeçare. Ishte me të vërtet shumë më i pjekur. Kur po pinim kafen më tha, shtëpia jote është shumë e bukur, por duket sikur i mungon pak ngrohtësi, sikur jeton vetëm me mobiljet. A do që ta shikosh nga brenda, e pyeta unë, thuajse e sfidova. Me kënaqësi, u përgjigjaj. Fillova t'ja tregoja shtëpinë. Unë ndalem tek çdo dhomë. Kur mbërritem te kuzhina, e cila është mjaft moderne, me një banak të lartë prej mermeri, ai ndaloi. U mbështet tek banaku dhe me pa me një vështrim që nuk ishte më vend për mohabet kafeje. Ti je një grua e mrekullueshme, tha ai me zë të ulët, por nuk e di pse ndjehesh kaq e vetmuar kur ke gjithë këtë jetë brenda teje dhe ke shumë opsione për të shuar vetmin. Ai u ofrua pastaj aq shpejt sa unë as nuk reagova fare. Në kapi prej beli, me atë forcën e duarve të tij të mësuara me punë fizike në lavazh, dhe me një të çuar të vetme, me ngriti e me uli mbi banakun e lartë të kuzhinës. Tani ishim barazuar,
e ishim sy me sy. E nuk me la kohë të mendohesha, e ndjeja atë forcën e tij e atë sigurin që një burr të jep kur ndjehet zoti i situatës. Unë u mbështeta pas banakut, duke ndjerë aty poshtë ftohtësinë e mermerit dhe nxehtësinë e trupit e tij që po me afrohej gjithnjë e më shumë. Duart e tij ishin të forta, të sigurta dhe kjo ishte pikërisht ajo që më mahniti. Në ato momente ndjeja se po kthehesha në jetë. Ai u ofrua aq afër sa ndjeja edhe frymarrjen e tij. As nuk me kapte prej flokësh e as nuk u sillte në mënyrë agresive. Ishte mjaft gentleman. Ishte thjesht prania e tij që më mbushte. Mi kapi me duar lehtë faqet e mia. I afroi buzët e tija tek të mijat dhe për herë të parë, pas 6 vitesh, unë ndjeva një puthje që ishte edhe më e vërtet se që kisha ndjerë ndonjëherë në jetë. Ishte një puthje e gjatë, ishte një puthje e ndjerë, ku nuk ishte vend për asnjë fjalë. Unë mbështolla me duart e mia, e tërhoqa fort pas vetes, duke shijuar çdo sekond të atij momenti. Nuk ishte as nxitim për të shkuar me tej. Vetë ajo puthje ishte kulmi i gjithçkaje që kisha mbajtur brenda meje. Në atë kuzhinë, mes heshtjes së shtëpisë së madhe, unë ndjeva përsëri grua e përsëri e gjallë. Pastaj për një moment u shkëputëm ngadalë. Ai më ndihmoi që të zbrisja nga banaku. Nuk tha më asnjë fjalë, thjesht më pa me dashamirësi. Por unë shiko çfarë bëra. Siç isha e ulur nga banaku, bëra vetëm disa hapa në përdhom si të isha në një pasarel. Lëvizja hapat e mi njërin pas tjetrit. E mundoja të lëvizja trupin si të isha një modele. Dërsa ai, që nga larg, që nga kuzhina e dhomes aty, me shikonte duke mos mi hequr syt. Doja që të dilja dhe ta lija me aq, por jo, por as nuk i thash të vazhdoni me tej. Por shiko se çfarë bëra. Shkova edhe një herë te kuzhina, aty ku po qëndronte ai. Mora hov dhe u hodha mbi banakun e kuzhinës përsëri, që ai të dinte e të vinte të me puthte edhe një herë. Beni u ofrua prap, por kësaj radhe, nëse doni të ndigjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.